Të miratuara që prej dhjetorit me premtimin se prej 1 janarit do të ishin në fuqi, por sot që flasim paqja fiskale dhe fshirja e detyrimeve tatimore dhe doganore për bizneset, nuk është ende e zbatueshme sepse mungojnë aktet nënligjore. Ministri i Financave Petrit Malaj shpjegoi se kjo vonesë ka ardhur për shkak të tryezave të diskutimit me ndërkombëtarët që kanë shprehur rezerva për nismat. Sipas tij, paketa e plot ligjore do të jetë gati brenda muajit tjetër. Për sa i përket akteve nënligjore, ato janë drejt fazës finale të tyre. Unë besoj që shumë shpejt do dalim me aktet nënligjore dhe me udhëzimet përkatëse për sa i përket qoftë paqes fiskale, qoftë fshirjes së detyrimeve. Ka qenë një periudhë në cilën ne kemi diskutuar dhe kemi negociuar me organizma ndërkombëtar për aktet nënligjore, ashtu siç bëm edhe me ligjet në vetvete, kështu që besoj që shumë shpejt do dalim me këto akte nënligjore. Jam besim plot që brenda muajit maj do të kemi mbyllur të gjitha proceset respektive. Pas mbledhjes së qeverisë, ministri Malaj njoftoi edhe se mes Shqipërisë dhe Polonisë do të ketë një marrëveshje për sigurimet shoqërore, ndërsa negociatat mes palës shqiptare dhe asaj greke për të njëjtën çështje vijojnë ende. Ne jemi besim plot që do ta konkludojmë një marrëveshje të tillë, megjithatë siç thash, është një marrëveshje që ka një intensitet të lartë negociatash, kushtesh që po diskutohen për shkak edhe të numrit të madh të shqiptarëve që kemi në Greqi. Po ashtu Këshilli i Ministrave miratoi një akt nënligjor që lidhet me kërkimin shkencor, si pjesë e detyrimeve që vendi ka për kapitullin 25 të negociatave me Bashkimin Evropian.